Portet e Fujairah dhe Khor Fakkan në Emiratet e Bashkuara Arabe janë kthyer në qendrat kryesore të tregtisë detare të vendit pas mbylljes efektive të ngushticës së Hormuzit për shkak të konfliktit mes Iranit, Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara. Pamjet nga porti i Fujairah tregojnë një aktivitet intensiv, me anije mallra të ankoruara, vinça në lëvizje të vazhdueshme dhe qindra kamion që presin të transportojnë ngarkesa. Që prej nisjes së luftës me Iranin, këto porte me dalje direkte në Oqeanin Indian janë bërë linja kryesore ekonomike për Emiratet. Autoritetet dhe operatorët portual thonë se pjesa më e madhe e tregtisë detare që më parë kalonte përmes porteve në Gjirin Persik, tashmë po zhvendoset drejt brigjeve lindore, pasi shumë anije kanë mbetur të bllokuara në terminalet perëndimore. Sipas të dhënave të publikuara, eksportet e naftës përmes Fujairah janë rritur me 38% që nga fundi i muajit shkurt, kur nisën sulmet ndaj Iranit. Ndërkohë, në portin Khor Fakkan, volumi i kontejnerëve të përpunuar është rritur në mënyrë dramatike. Drejtuesit e kompanive portuale tregojnë se para luftës trajtonin rreth 2000 kontejnerë në javë, ndërsa tani kjo shifër ka arritur me rreth 50000. Edhe trafiku i kamionëve është rritur ndjeshëm, nga rreth 100 në ditë në afër 7000 kamion çdo ditë. Megjithatë, tensionet në rajon vazhdojnë të paraqesin rrezik serioz për infrastrukturën energjetike. Vetëm pak ditë më parë, dron iranian goditën zonën industriale të naftës në Fujairah, duke shkaktuar zjarr dhe plagosjen e 3 punonjësve. Ndërkohë, edhe vendet e tjera të Gjirit po kërkojnë alternativa për tregtinë dhe eksportet. Arabia Saudite përfiton nga dalja në 2 bishë detare, por shtete si Katari, Kuvaiti dhe Bahreini mbeten më të ekspozuara për shkak të varësisë nga rrugët detare përmes Hormuzit. Analistët paralajmërojnë se çdo përshkallëzim i mëtejshëm i konfliktit mund të ketë pasoja të mëdha për ekonominë globale dhe furnizimin ndërkombëtar me energji.